një komunikim e një kontakt që është shkëputur për dekada, mos të më shekuj, sepse nuk është vetëm Siria që ka prani të shqiptarëve me ndikim të jashtëzakonshëm në jetën politike dhe publike të tjeshme, po janë disa shtete në lindjen e mesme, ku mërgata e jonë ka ndikim dhe mund të sigurojmë jo vetëm njohje, por edhe benefite tjera. Tash, kjo letër, po thu, ka qenë komunikimi i parë pas shumë kohës shkëputje të marrëdhënieve politike, sepse s'ka pas marrëdhënie diplomatike. Pra, a është kjo piknisja, sipas juve, e drejt njohjes që u jetësua sot? Unë nuk kam dëgju që ma herët dikush ta ketë kërkuar njohjen e Kosovës nga Siria, duke pasur parasysh shumë rrethana, kryesorja nga to, pushteti apo regjimi i Asadit, i familjes Asad, që dihet se ka qenë rreshtuar ka ana e Rusisë dhe mik i Serbisë, për shumë arsye, mes në tyre edhe ajo nostalgjia për lëvizjen e të painkuadruarve që nga koha e Jugosllavisë. Kështu që nuk ka pas tentativa tilla pra për me vendos kontakt me Sirinë, ka qenë qysh start betejë e humbur, dhe e kuptova shumë shpejt që u bëra i pari që kërkova njohje nga shteti sirian. Dhe qysh ka qenë feedbacku, po them, kështu përgjigja, dhe tani lidhja e këtyre kontakteve ndërinstitucionale? Fillimisht, deshta vetëm ta marrë një përgjigje se si do ta prisnin ata një kërkesë të tillë. Pra, thjesht të fillot një komunikim. Dhe fillimisht ka qenë ish drejt, nuk ka qenë i drejt për drejt me autoritetet siriane, për shkak të ndjeshmërive, sepse ishte pra një pushtet i ardhur me kryengritje të armatosur, ende nuk ishte njohje të plotë ndërkombëtare. Patën filluar komunikimet e pushtetasve Bashkimit Evropian edhe të Shtetet Bashkuara të Amerikës, vetë presidenti Trump, dhe ende nuk ishte përmbyllur kështu ai procesi i normalizimit të marrëdhënieve mes këtyre shteteve dhe Sirisë, kështu që më duhet të isha kështu më i kujdesshëm. Gjithashtu ka edhe ndjeshmëri tjera kur komunikohet apo tentohet me u vendosë marrëdhënie me cilin do prej shteteve të atij rajoni, dini aty është edhe Izraeli, dhe do të pas kujdes marrëdhëniet me një shtet që i ndërton mund të kenë reperkusione mandej në marrëdhëniet me shtete tjera, kështu që nuk deshta ta sforcoj tepër këtë komunikim, por gjithsesi mora përgjigje, dhe përgjigja ishte se ata janë shumë të interesuar që të vendosen marrëdhënie diplomatike pra të bëhet njohja e ndërsjellë. Kosova me njoft pushtetin e ri në Siri, ndërsa Siria si shtet me njoft... E potencoj, Osmane, që është njohje e ndërsjellë. Por ata kërkonin që të bët ashtu si edhe e do kjo zakoni i diplomacisë marrëdhënieve ndërkombëtare që të vije në nivel pak më të lartë, pra jo nga një zëvendës ministër i administrimit pushtetit lokal, por mundësisht nga niveli presidencave ose kryeministrisë ose